E sot si mysafir të dytë në emisionin ton, kemi nderin të mirëpresin me edhe një artist që nuk flet me fjalë, por me trup, me ndjesi. Me lëvizje që ngjall jetë në skenën ton, ai është Andi Ismaili, balerini ynë me arritje ndërkombëtare që ka përfaqësuar vendin me dinjitet dhe me art në skena shumë të mëdha. Pas një rrugtimi të gjatë me përkushtim sakrifica dhe shumë suksese, ai do t'sjell një ëndër tjetër, po që do e flasim pak më pas. Ai ka ndarë skena me koreograf shumë të mëdhej, ka qëndruar në dritën e reflektorëve të botës, por sot vjen mes nesh me një mision tjetër të sjell artin mes njerëzve më afër të rinjve që duan të prekin ëndrat me këmbët në tokë dhe me shpirtin në fluturim. Andi, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Andi, në momentet e para, kur të kemi parë, kur ke fituar çmimet e para, kur je paraqitur në paraqitjet e tua skenike, nuk e kemi besuar edhe se je një shqiptar i vogël nga Gostivari, i cili aq ka talent dhe aq ka pasion. Në mënyrë aq modeste, aq të thjesht, aq të butë dhe aq të urtë u paraqitet gjithmonë në paraqitjet e tuaja. Si ishte rrugtimi yt për kërcimin? Si lindi ideja që ti të thjesht të merresh me këtë punë si një pasion? Lindi në një mënyrë të natyrshme, do thoja, nga një familjare e imja, edhe për ati momenti Zoti vendosi që suksesi im s'do ketë të ndalur edhe ja ku jam i sot. Çfarë të bëri që të vazhdosh dhe mos ta ndalish rrugën asnjëherë? Sepse ju të rinjt njëherë kapeni për një gjë, pastaj keni një gjë tjetër, një pëlqim tjetër. Më shpesh i ndroni hobit, po ti ke ngelur besnik. Edhe unë jam kështu, po më pëlqeu se është diçka unike, domethënë nuk kemi shumë djemë që vallëzojnë edhe duke ushtruar, duke shkuar në përgara të ndryshme, u dashurova me këtë gjë dhe vendosa se është diçka që duhet ta bëj gjatë gjithë jetës. Çmimi yt i parë ka qenë një eksperiencë sigurisht e paharrueshme dhe çfarëdo çmimi që vjen pas, ai i pari asnjëherë nuk harrohet, sepse është ajo që ndoshta të ka bindur ty se ti duhesh të merresh me këtë punë, se ti duhesh thjesht të jesh më i miri dhe të japësh maksimumin nga vetja. E mban mend çmimin e parë? E mbaj mend çmimin e parë, ishte në garat ndërkombëtare këtu në Manastir në Maqedoni. Edhe gara ime e parë mora vendin e parë, ti si? A je kështu kaq i modest edhe në përgjithësi kur i fiton çmimet? Oh, faleminderit, apo ke më shumë emocione? Jo, kam më shumë emocione, po tash duhet ta mbajmë profesionalizmin këtu. Padyshim. Në garat ndërkombëtare mora vendin e parë, çudi e madhe, ishin garat e mia të para. Nuk e prisja të të drejtën, po e kisha atë vetë besimin. Pastaj në garat e mia botërore të para, mora vendin e 5. U dëshprova shumë, edhe pse ishte hera ime e parë, po pastaj vitin tjetër e mora vendin e parë me një... Nuk u dorëzove. Perfect score nga juria. Kjo tregon shumë edhe për seriozitetin tënd dhe që atë që e keti pasionin në vete që gjithmonë duhet patjetër t'ia dal. Cilat kanë qenë momentet pak më të rëndësishme në karrierën tënde, sepse unë jam e bindur që gjatë gjithë karrierës tënde do bëjmë edhe shumë intervista, sepse është vetëm fillimi i rrugtimit të karrierës tënde, je një djalosh shumë i ri, shumë i talentuar, po me shumë potencial, dhe ne jemi shumë krenar që kemi një Andi përpara vetes ku të kemi më shumë djem edhe vajza në sfera të ndryshme që nga mosha e re janë aq shumë të përkushtuar. Cili ka qenë momenti më i rëndësishëm i rrugëtimit tënd deri më tani? Momenti më i rëndësishëm, më i veçantë për mua, do thoja ishte periudha kur unë isha në atë talent show-in në Kroaci. Isha shumë i mirëpritur në atë vend. Domethënë isha në aeroport në ora 11 të natës edhe fancat vinin edhe kërkonin foto. Më vjen keq realisht që kjo ndodh në shtetet tjera dhe jo në shtetin tim, po kështu e ka jeta. Do ndalemi pak të pyes për vendin tonë, do ca pyetje, pastaj do i fokusohemi prap punës. A ke pasur ndonjëherë shoqëri të vërtetë, Andi, dhe apo të gjithë kanë qenë thjesht tani ta quaj me gjuhën e juve të rinjve fake? Fake, po. Mundem me një dorë të numëroj se sa shok të vërtet kam për momentin. Gjatë gjithë këtij rrugëtimit tim, sa më shumë më është përhapur suksesi, aq më shumë është ngushtuar rrethi. Pse?
Mendon se për interes më shumë njerëzit afrohen në ditë të sodit dhe të paraqiten si miq të vërtet dhe pastaj e tregojnë fytyrën e tyre të vërtet? Po ashtu mendoj, sepse janë ato që ulen në tavolinë me mua, të parët që më shajnë pas shtëpine, po e kam shumë të lehtë tash të heq nga jeta ime, mund të vazhdojnë të më shohin prej televizor. You will be my fan. Çfarë suporti ka njerëzit e Gostivarit për ty dhe a pritesh më mirë nga shtetet e jashtme? E përmende për Kroacinë, pikërisht tu doja të ndërlidhem. A pritesh më mirë jashtë apo në vendin tënd? Dhe suportin e Gostivarit që ta jep. Këtë dhe them shumë keqardhje, po është e vërtet që pritem më mirë në shtetet tjera. Kështu është Gostivari, e fiton çmimin Oscar prap. Të ka vlerësuar ndonjëherë, të ka dhënë mirënjohje? Po, kështu lloj gjërash pa, sa për sy e faqe, sa për story, sa për foto, po... Po ke pas ndihmë financiare nga Maqedonia e Veriut për rrugtimin tënd? Përveç premtimeve të bosh nga shumë institucione, nuk kam pasur asnjëherë një ndihmë. Po, duhet ta citoj edhe faktin se modelova për një firmë këtu në Maqedoni Karnem, edhe ato mi muluan të gjithë çmimet e garave. Domethënë prap punë private? Po, punë private, po asnjëherë nuk ka bërë Maqedonia e Veriut diçka, përveç se ka dhënë premtime bosh. Po pse po mendon ekziston një kështu lloj dëshpërimi nga artistët e rinj ku nuk përkrahen nga shtete të tjera, ku e dim që në shtete të tjera vetë shteti është ai që e shtyn një artist i cili ka potencial? Shumë e vërtet. Më vjen keq për këtë gjë, po besoj se doja dalë edhe pa ndihmën e... Jam e bindur. Na trego tani se çfarë je duke planifikuar, sepse unë nuk doja në fillim fillova që ta flas, po nuk doja në kumtesën time që ta tregoj. Edhe arsyen e vërtet pse të kemi ne sot këtu, kemi një surprizë të madhe, një bombë të plasojmë në emisionin tonë. Unë jam në përgatitje të studios time të re, që do ta hap në Gostivar, ku aty do jenë edhe disa emra të mëdhenj për bashkëpunim, domethënë. Po nuk i tregojmë për emra të mëdhenj. Do me thënë ato do m'japin mua program se çfarë t'i ushtroj, do m'japin këshilla, do me thënë... Kjo është vizioni edhe atmosfera e studios. Edhe do jetë gati për një muaj, besoj. Kështu që pastaj do e nxjerr në faqen time për regjistrimet edhe kush janë të interesuar. Mendon se ka njerëz të interesuar, fëmijë të interesuar? Po. Deri më tani ke pasur mendoj se ka. Qasje dhe të kanë shkruar apo të kanë kontaktuar? Po, nuk kanë shkruar edhe më kanë kontaktuar për këtë pjesë, po tash për koreografia do kesh emra të mëdhenj, po. Më thrasin edhe internacionalisht. Në fund të muajit prill jam në Gjermani me workshop. Do flasim pak. Dua për shkollën, për këtë studion të flasim pak. A do jetë vetëm për kërcim apo edhe për zhvillim personal dhe emocional të rinjve? Po, mendoj se kërcimi është vetë zhvillim. E kam fjallën, do keni edhe teori, sigurisht, po do keni edhe... Po, normal edhe shtu e gjërash, po më shumë të jetë për kërcim. Çfarë stili do ketë më shumë me këtë hapësirë? Te kërcimi nuk kam shumë dëshirë të bëj kështu lloj matematika, çfarë lloj kërcimi tjetë, çfarë tjetë, thjesht tjetë kërcim. Ta shijojmë. Neve pak në moshë më të madhe do na pranoni apo? Po si jo. Si është interesimin e të rinjve sot, sepse më herët ka pasur më shumë balerinë të flasim realitetin. Në Maqedoninë e Veriut ka qenë gjithmonë numri shumë i vogël, po shumë, nuk e di për çfarë arsye, nuk flas për shqiptar apo etnitete tjera, në përgjithësi e kemi Shqipërinë si një shembull kryesor ku edhe një emision më i thjeshtë ka balerinët e vet, ku ata kanë edhe shkolla profesionale dhe kemi Albin Nakon, kemi emrat e mëdhenj që unë jam rritur me të, e nuk flas më për gjeneratat më të reja. Mendon se kemi marrë frymëzim pak edhe nga ana e Shqipërisë dhe tani po mundohemi sa do pak edhe ne të... Edhe unë marrë frymëzim nga ana e Shqipërisë, siç e përmendet profesorin tim Albin Nako, që e përshëndes shumë. Ke pasur bashkëpunim me të? Po, kam pasur bashkëpunim me të. Tash, para disa muajve në fakt e bëm një video me një këngë të Elvana Gjatës. Po, kemi pasur bashkëpunime të shumta, më ka thirrur në disa spektakla që i kam mbajtur ai në Shqipëri, gjithashtu edhe me Ilir Shaqirin kemi bërë një reklamë digital. Tash jam në një emision të Ilir Shaqirit, e cila quhet Yjet Shqiptar të Diasporës në Top Channel. Edhe duhet të votojnë tash njerëzit në qoftë se unë kaloj semifinale. Nuk dyshoj as pak në atë pjesë. Është
një botë e hekurt puna e yte, kërkon disiplinë, por edhe shpirt të lirë. Si është të jesh në këtë botë? Se nga njëra në shpirtin duhesh ta kesh shumë artistik, shumë free spirit, ndërsa duhesh të jesh shumë strikt me parimet, me disiplinën. Shumë e vërtet. Disiplina është sendi kryesor këtu do të thoja. Me qenë se unë kam pasur bashkëpunime me emra të mëdhenj të koreografëve. Një koreograf internacional i cili quhet Jan Ravnikaj për momentin është on tour, valltari Taylor Swift. Kam mësuar shumë nga ai, edhe pse për shkak se ai është i zënë duke u marrë për momentin me Taylor Swift, ai më ka mësuar shumë edhe asnjëherë nuk do t'i harroj hapat e para të... Edhe fjalët që ai ti ka thënë. Fjalët që ai mi ka thënë. Pretendon Andi një ditë pse jo ta kemi edhe atë në turën e Taylor Swift, Bebe Rexha, Dua Lipa, unë po i përmend këto shqiptarët tona që na kanë bërë krenare dhe Andi Rihanna, favoriti, pse jo? Pretendon, ose mendon se Andi do jetë një ditë? Po pse jo, unë mendoj, edhe besoj, edhe çfarë tjetë diçka pozitive që është në karrierën time dhe do jetë, unë jam këtu për ta provuar. Puna e yte të sjell edhe hapësirë bashkëpunimi me emra të mëdhenj, përmende edhe vetë, dhe takosh njerëz të rinj dhe të krijosh një rrjet më të gjerë të njerëzve, po edhe të punës tande. Si është të punosh në një projekt televiziv, si është të punosh në një videoklip, në një reklam, si e bën dallimin? Ku je ma ti dhe ku duhesh t'jesh më serioz? Serios duhet jemi të gjitha tash, po... Dikun mundesh të jesh pak edhe me shpirt lirë, po ndoshta ndonjë reklame kërkon atë seriozitetin. Ndonjë reklame kërkon atë seriozitetin, ndoshta në ndonjë videoklip jam pak më i lirë. Po është shumë rëndësishme për mua që njerëzit përreth, kameramanët, edhe gjithë ato ta çojnë të ftuarin të ndjehet i mirë se ardhur. Edhe pastaj ka punë të mirë. E pastaj edhe ti lirohesh dhe ashtu fiks, mos e vërtet kur nuk ka ngurje nga ana e personalitetit është gjëja më e mirë dhe më e lehtë që mund të ndodhë në një paraqitje skenike. Përmende parës në fund të majit një projekt. Në fund të prillit jam i ftuar. Unë në maj jam, nuk e di pse me kokën time. Jam i ftuar që të mbaj disa orë në Gjermani me disa valltar të interesuar. Edhe merret realisht mirë për atë gjë. Të punoj internacionalisht. Pra këto janë ëndrat e mia edhe në një moshë kaq të re jam duke i realizuar. Të jem një koreograf, të shkoj të ndihmoj, të inspiroj, të fitoj gara. Po si e menaxhon kohën e lirë, si e menaxhon shkollën Andi, si menaxhon familjen, ndoshta një crush, një simpati, si menaxhon të gjitha këto pas kaq shumë angazhimeve? Mundohem t'i balancoj. Je i varur nga rrjetet sociale? Jo shumë. Po ma merr mendja nga koha që e ke aq shumë për punë, nuk e ke hapësirën edhe mundësisë që shumë t'jesh nga ata të rinj të cilët janë 24 orë të varur nga rrjetet sociale. Jo edhe aq shumë, po gjithçka ka një limit, për shembull, edhe ushtrimi i tepërt është disiplinën si duket e ke. Disiplinën, po. Si e ke stilin e jetës me disiplinën, me ushqimin, kujdesesh? Po kujdesem me ushqimin edhe me kështu lloj gjërash, po më rëndësishme është të ushtroj tek unë. Me thënë, po, të ushtroj. Të kthehem pak tek studioja. Se për një muaj pretendohet të jetë gati, do jetë në Gostivar, do ketë emra shumë të mëdhenj. A mendon se kjo studio për një periudhë shumë të shkurt, ashtu siç ka filluar karriera yte shumë shpejt, edhe kjo studio për një kohë shumë të shkurt dhe një periudhë shumë të shkurt do arrin që të njihet dhe të vinë valltarë edhe nga rajoni tek ne, ta vizitojnë Gostivarin dhe ta shohin, të jenë pjesë e studios? Fiks këtë doja të përmendja edhe parës se unë ende nuk e kam hapur studion, po kam, do me thënë kanë dëgjuar fjalë, edhe këto koreografët internacional, jo nga Shqipëria, edhe me zi presin thuan të vinë, po ndoshta realizojmë edhe atë, pse jo. Pse jo, pse mos na bëhet Andi ai që do na përfaqëson neve në mënyrë ndërkombëtare edhe me studion e tij dhe ne ndonjëherë t'i shohim dhe t'i prekim nga afër edhe jetë mëdha. Si është të punosh me emra aq të mëdhenj?
Është shumë e bukur të thënë, sepse unë jam rritur duke I parë ato në televizor, për shembull, edhe një personalitet kaq I madh sa Albinako, për shembull, duke më komplimentuar mua për talentin tim është diçka shumë e madhe. Albinako, Ilir Shaqiri, të gjithë këta, Kledi Kadiu. Nuk do I ndajmë, të gjithë janë të mëdhenj për ne. Të gjithë janë të mëdhenj edhe janë të përkryer në punën që ata bëjnë. Takimet e tua të para me ta kanë qenë emocionuese, se sigurisht ne nga televizioni I shohim njerëzit ndryshe, I shohim vetëm nga mënyra se si na paraqiten. Po edhe ata janë ndoshta ndonjëherë edhe me më shumë emocione se ne. Disa janë më të ftohtë, disa janë më mikpritës, disa janë më rigoroz, më strikt. Kanë qenë ato përshtypjet e tua po të njëjta që kur I ke takuar edhe nga televizioni edhe live, apo mbresa edhe më të mira të kanë lënë? Më kanë lënë shumë shije më të mira të thoja. E gjitha kjo ishte shumë e bukur, sepse një familjar, unë nuk isha shumë në rjedha me këtë botën e baletit e artit në Shqipëri, por pastaj një familjare kur ma rekomandoi Ilir Shaqiri e mbaj me nësa kishte dalur nga Big Brother edhe ishte duke mbajtur ca audicione. Unë shkova, bëra ca lëvizje edhe më pyeti, e ke lënë numrin TikTok? Edhe thash po e kam lënë edhe pastaj filluan këto bashkëpunimet tona. Pas asaj më kontaktoi edhe Albinako, më ftoi në studio me familjen time. Shumë periudhë e bukur. Sigurisht jam e sigur që edhe familja është shumë krenare për ty. Kë e ke shtytës më të madh? Shtytës më të mëdhej I kam prindërit, besoj. Normal, ato I kam pasur në fillim të ishimet e veta, ndikoheshin pak nga familjarët tanë, që thonin çfarë është duke bërë ky, am kupton. Po pastaj, kur e panë se suksesi flet vet. Mendon se ky paradoks duhet të zhduket nga shoqëria ynë, sepse ndonjëherë në rastin tënd jo, fatmirësisht që nuk janë dëgjuar ato fjalë, po ka shumë raste që njerëzit edhe dorëzohen nga ëndrat e tyre për shkak të fjalëve të tepërta të njerëzve të cilët ndoshta nuk e kuptojnë botën e artit, po vetëm e flasin. Po, kjo është, domethënë, fakti që se kuptojnë botën e artit është mjaftueshëm për inteligjencën e tyre të ulët. Kështu të bëjmë. Ku është vizioni më I lartë I Andit? Ku pretendon të arrijë më së? Ku e sheh veten, jo ëndër, po ku e sheh veten për 5 vite? Për 5 vite, shpresoj diku larg, duke punuar me ëndrrën time, ndoshta një emër të madh si koreograf, meqense kam aktruar edhe në ca filma, te premiera ishte edhe ju. Si aktor, dua të promovohem tash edhe më shumë ndonjë film, pse jo. Ndërsa planet tjera nuk dua t'i flas. Do të marrim në emision edhe për planet tjera. Edhe për planet tjera, po. Do ta lejmë diçka edhe për herën tjetër. Andi, të rinjt në vend nuk janë se kohëve të fundit e tregojnë shumë edhe dëshirën apo interesin. Mendon se rrjetet sociale kanë bërë që ata të mbyllen në vetë dhe as pak mos të shprehin ndjenja dhe mos të shprehin emocione ndaj asgjëjt. As mirënjohje, as pëlqim, as gjë, sepse ne tani I shohim të rinjt, edhe fëmijët më të vegjël, e flas fëmijë 5 vjeçare, kap telefonin dhe nuk mund pa telefon as të hënë. A mendon se rrjetet sociale janë ato që kanë larguar të rinjt të largohen, të thjesht mos të japin maksimumin nga vetja për ndonjë talent, edhe pse e posedojnë në vete, po thjesht mos ta shfaqen. Po, kështu e mendoj, është e vërtet e hidhur, s'kemi çfarë të bëjmë. Krejt bota në këtë krizë është. Dhe ne po tentojmë që ta e kalojmë. Në shkollë si I ke punët, Andi? Mundem. Mirë I kam. Profesorët janë edhe ata që të përkrahin dhe arsimtarët të cilët janë qëndrojnë pas teje. Të mirë kuptojnë kur ke udhëtime të shumta? Okej. Më mirë kuptojnë, kujdestarin e kam të mirë kuptojnë shumë. Kur u bëra tash në fund të vitit 2024 kampion bote, më mirë pritën shumë. Profesoresha Trëndelina Dari, cilën e përshëndes shumë. E përshëndesim edhe ne. Kujdestarin tim Shpëtim Xhelilja gjithashtu më mirë priti. Drejtori I shkollës tonë Mirsad Hyseni. Dhe këto të tre janë ato që
Ato që ti gjithmonë nuk do i harrosh dhe do janë... Nuk do e harroj këtë gjë asnjëherë. Sa kohë të duhesh të përgatitesh për kampionatin botëror? Prej fillim të vitit, kur e konfirmoj... Gati një vit? Po, kur e konfirmoj do me thënë me të gjithë ekipën time dhe koreografët, menaxherin, familjen se do të shkojmë në kampionatin botëror. Filloj e mendoj gjithmonë vetë konceptin, se çfarë mesazhi dua të përcjell me këtë koreografi. Pastaj në qoftë se nuk e bëj koreografin vetë, sepse unë 80% kohës koreografin e bëj vetë, kontaktoj ndonjë koreograf internacional. Për shembull, këtë vitin e kaluar në 2024 unë punova me një koreograf prej Polonie, edhe rezultati ishte shumë i bukur. E mora vendin e dytë në fakt, u dëshprova shumë. Pastaj u kthem në hotel, edhe unë ditën e tjetër përsëri garroja dhe ju thash prindërve unë pa vendin e parë nuk kthehem në shtëpi. Falenderoj në fakt që ndodhi ajo, sepse ishte një motivim shumë i madh që ditën tjetër unë ndoshta të luaj 2 fish. Pa ndonjë gabim, ndonjë lëshim në lëvizjen tënde një ditës më parë që ditën e nesërme me një herë përmirësove veten apo? Çka ishte arsyeja që ditën e dytë me një herë dhe maksimumin dhe e morre e rrëmbeve çmimin e parë? Po, ditën e dytë më dha shumë motivim kjo. Nuk do ta quaj as humbje, kjo. Vendi i dytë, ta themi vendi i dytë. Vendi i dytë më dha shumë motivim sepse nuk isha mësuar të marr ndonjëherë vendin e dytë, po s'është problem sepse ditën tjetër në kategori më të rëndë ku ishin edhe 79 balerinë që shumica krejt prej tyre të themi ishin vajza, edhe kur e imagjinoj një balerin që është mashkull. Tua zë vendin të gjithë. Tua zë vendin të gjithë vajzave, ku baleti njëtë ka dalur prej vajzave, ajo është një moment shumë i veçantë për mua. Përmende emra të mëdhenj të koreografëve me famë botërore dhe ndërkombëtare që ti bashkëpunon. Cilat janë emrat më të mëdhenj që ke bashkëpunuar? Emrat më të mëdhenj që kam bashkëpunuar do thoja është Jan Ravnik nga Slovenia, që për momentin është në bashkëpunim me Taylor Swift si valltari i saj. Albinako normal. Ilir Shaqiri, Ledi Kadio. Është e vështirë të bashkëpunosh me ta, janë të rrept, apo thjesht edhe ti je një person shumë i disiplinuar dhe i përkushtuar dhe nuk ke hasur ndonjëherë? Mendoj se edhe unë jam i disiplinuar, edhe ato janë shumë korrekt, shumë profesional në punën e tyre. Dhe pra punë ekipe, teamwork makes the dream work. Për të bashkëpunuar me ta, shkon në vendin ku ata jetojnë, ata vinë këtu, si ndodh bashkëpunimi? Shkoj në vendin ku ata jetojnë, konvenon edhe mua është. Kjo të pëlqen, se viziton edhe shumë vende? Vizitoj edhe shumë vende të botës. Edhe pa bashkëpunojmë. Më thuaj cili është plani, apo do marrish pjesë në ndonjë garë tani së fundmi? Ku do e shoh Emandin? Mund të flas për kështu. Po do më shihni, besoj do vinë në emisione dhe do flas. Jo vetëm ato të presim që do garosh dikund apo? Po, normal. Okej, dua ta di. S'do kem të ndalur. Sepse unë e thash se do të kemi edhe disa herë në emision, po që dua ta di se a je duke u përgatitur për diçka përsëri të madhe. Gjithmonë jam duke u përgatitur. Andi gjithmonë është në përgatitje e sipër. Kisha një periudhë të shkurtër të pushimit dhe pastaj e gje veten të duke pushuar, nuk të vinë të bezdin nga vetja, sepse ata që punojnë shumë, kur pushojnë, nuk e kanë dëshirë veten, bezdisen nga vetja. E kuptoj. Me qenë se ishte pushimi i shkurtër, ja lejova vetes. Ja lejova vetes, po pastaj u ktheva në punë intensivisht. Ande, dua një mesazh për të gjithë ata që po na ndjekin, për të gjithë ata që po na shikojnë dhe normalisht një mesazh nga një djalosh shumë i ri i cili ka prekur maja botërore dhe nuk pretendon të ndalet. Nëse merr vendin e dytë me njerë kthehet për të parën dhe këtu e kemi për të përshëndetur këtë gjë se duhet të mësohemi që nuk duhet të dërzuar, sidomos në moshë kaq të re, sidomos kur kemi vetbesim dhe normalisht e dim se çfarë kemi nga brenda për të dhuruar. Një mesazh për të gjithë ata që po na shohin. Një mesazh për të gjithë. Thjesht nëse e kanë një pasion edhe ndoshta i gjithë qyteti, gjithë shteti është kundër tyre, të punojnë për atë pasion edhe të ndjekin ëndrat.
Andi, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Faleminderit tonë. edhe Unë juve. jam e bindur se nuk do jetë hera e fundit. Ne do të kemi tani arsye shumë të mëdha për të pas në emision. Do vim të e vizitojmë edhe studion tënde, kur pse ta jo? po pa tjetër, që ta promovojmë, që të kemi edhe djemve dhe vajzave të reja të cilat kanë pasion, kanë dëshirë për të vallëzuar, t'ju tregojmë si i kanë dyert hapur. Kërkojnë ndjesë dhe normalisht do na kesh për krahës mediatik gjithmonë. Prapa, kudo që të shkosh, ne do jemi ato fansat numër 1 që Faleminderit shumë. i kemi prapandit.